Me 10 automjete parkojnë çdo ditë përgjatë Bregdetit të Vlorës, duke krijuar shqetësim për pushuesit vendas dhe të huaj. Shumë prej mjeteve ndalojnë fare pranvijës bregdetare dhe zonës ku janë vendosur çadrat, duke shtuar rrezikun për fëmijët dhe familjet që frekuentojnë plazhin. Pushuesit thonë se mungesa e hapësirave të përcaktuara për parkim ka bërë që shumë drejtues mjetesh të ndalojnë pranë detit. Sipas tyre, siguria në plazh duhet të jetë prioritet dhe autoritetet duhet të ndërhyjnë për të shmangur rreziqet. Kemi vend për të parkuar. Do të ka e marrë me vete këto, nuk paguajmë një gjë. Gabim, do të caktojnë të bërë një vend atje, me kufizime, po ata kanë vend personel këtu, nuk bëjnë detyrën ata, sepse e shikojnë disa që janë me ato uniformat, pastrojnë. Ata mund të marrën dhe këtë detyrë, këti, sa vetë atje të thotë viket se vend. Edhe pushues të tjerë vlerësojnë përmirësimet në lungomare, por theksojnë se parkimi i pakontrolluar pranë detit vazhdon të mbetet një problem serioz që cënon sigurinë e qytetarëve. Kjo s'duhet vazhdoj, duhet sistemohen, të ketë një vend apo safat ku të përcaktohet bile edhe nga bashkia se ky vend është për parkim. Ka pas raste që rregullon qarkullimin edhe mundet të rrezikojnë njerëzit që mund të kalojnë fëmijët me vrap ose personat e tjerë me fjalë të pakujdesur. Edhe mungesa e koshave të mbeturinave përmendet nga pushuesit si një tjetër problem, ndërsa ata kërkojnë që kontrollet të jenë të përditshme gjatë sezonit turistik. Si hapësirë është mirë, kurse nga ana e pasardhësisë është për tokë. S'ka as kosha. Po edhe mjetet parkojnë vend e pa vend. Ka ardhur unë këtu jam për ditë, ka ardhur policia një ditë. Sistemoj ca në një anë, tha, jo në dy anët. Edhe ajo është problematike. Kujdesi duhet shumë i madh. Rrezikojmë ja. Shife, ai fëmijë që ai vogël është, po i vetë, po kalon rrugën. Kujdesi duhet. Sipas të dhënave, policia rrugore dhe ajo bashkiake kanë vendosur masa administrative me gjobë ndaj drejtuesve që parkojnë automjetet në Bregdet, ndërsa shumë mjete janë larguar nga zona. Megjithatë, pavarësisht ndërhyrjeve, numri i automjeteve që vazhdojnë të parkojnë pranë vijës së parë të detit mbetet i lartë çdo ditë.